Hyjësi i javëve të fundit ka varguar disa rezultate të mira dhe ka mbledhur pikë të vlefshme, kurse këtë fundjavë këtë ekip e priste sfida më serioze dhe testi më i mirë i formës deri më tani, ndeshja me Prishtinën. Në këtë ndeshje lojtarët vendës hynë mirë të motivuar dhe në fillim të saj rezistuan me sukses lojës së Prishtinës. Mirëpo në minutën e 42 Suat Salljagic shënoi dhe Prishtina kaloi në epërsi për të mos pranuar gol së paku në pjesën e parë. Pjesën e dytë Prishtina nisi më mirë dhe ka mundur ta dyfishojë epërsinë e vet nga ky rast, por shtylla i doli në ndihmë vendësve. Hysi më pas u hodhi tëri në sulm duke ndjekur barazimin në minutat e fundit, mirëpo e tëra që ky ekip arriti ishin disa gjysma raste me të cilat mbrojtja e Prishtinës nuk u sfidua shumë dhe në fund Prishtina arriti një fitore minimale pak më të mundim